Deri kur mendoni që do të zgjatë kjo protesta juve 24 orëshe? Na dhe ku të hapet parlamenti, ku të fillon punën. Dhe policia na kanë thonë për çdo gjë që ndodh ndaj gjë, na jena në mbrojtjen e juaj për shkak të Okej. kush bën ai gjë, edhe asnjë gjë tjetër. Të dashur miq, këtu në sheshin e Prishtinës, pe shohmi që i kanë qit emrat e gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Arsyeja pse i kanë vendosur këto emra, atëherë do të na japin përshëndetje. Jeni të bëni protestë të lirë, paqësore. Po. Arsyeja, pe shohmi emrat e deputetëve, arsyeja pse është kjo vendosja këtyre emrave kësaj proteste? Vendosja këtyre emrave është që nuk po bin dakord me konstitui Kuvendin, dhe me fillu Kuvendi punën. Do me thonë Këtu janë 120 deputete të gjithë, na jena apolitik. edhe keni dalë këto për m'ju tregu popullit edhe pushtetarve që a jeni të vetëdijshëm çka jeni ka bani. Na jena të vetëdijshëm, normal, na jena që një Jo, për qeveri o fjala, për mos formimin e qeverisë. Për mos formimin e qeverisë, ata duhet mu marrë vesh me zvete, ata duhet mi kry. Se mos formimi i qeverisë, ato nuk janë të vetëdijshëm për pasojat që populli vum. Po nëse nuk janë të vetëdijshëm, atëherë çish i ka vu populli edhe i heq. Çka do të me bon na, kjo protest paqësore, ka lindi ideja për këtë protest? Po këtu ka dalë një shokimi, para me është Fatmir Bytyshi, ka dalë ajo që në një muaj diçka, unë jam që ja 3 javë gati edhe unë një muaj, këtu rrim në Që një muaj deti një 24 orë 7. Po. A ka nërë një vetë njerëz të qeverijës, çka jeni të bë këtu, ose pse po rrini këtu, ose... Jo, s'ka arku kush i qeverisë. Po mediat a janë interesu për këtë çështje. Po, kanale. Edhe e kanë ngrizonin, po prapë se prapë në heshtje për qytetarët, për pushtetarët. Për pushtetarë në heshtje, po këta nuk kanë rrugë tjetër, ose duhet me konstitui Kuvendin, ose më shkun zgjedhjet jashtëzakonshme. Pushtetarët kur të vinë që kanë seanca, nëse janë të majtë seanca, a vinë këtu parë edhe të shohin? Disa vinë, po shumica shkojnë ka hyrje tjetër. E pse s'keni do në aty hymja anina, për me mjë pa ata? Po që kjo është neve ma shumë në intereson populli më na pa, jo ata. Çka ju kështë thonë popullit? A donë që populli më të bashkan gjitë, a mu që me protestu, apo çka me ba? Populli nëse donë mu shumë protest, mu shumë protest paqësore, që kjo që jena na. Po populli është më rëndësi që edhe nëse nuk vjen këtu mu bon numër i madh, është më rëndësi që ata me pa, edhe ata i kanë ato mendimet e veta, edhe me jap ato shka meritojnë këta deputet. Deri kur mendoni që do të zgjatë kjo protesta juve 24 orëshe? Na dhe ku të hapet parlamenti, ku të fillon punën. Deri që atë ditë jeni këto? Po. A është e mundimshme për juve, sepse ju do të me punu edhe me kry, do me thonë me zhvillu punën të juve, sepse nëse një arina këto që 3 javë ditë jeni, apo? Ma tepër se një muaj. Ma tepër se një muaj, do me thonë, është mbi 30 ditë. Kush do t'ju merë parasysh për këto, sepse kjo është mendimi jem, mos është pak e koha e gabume, ose do të mund ngrit me bërtit, me bo diçka që më të pa njerëzit, ose më të pa qeveria, njerëzit e qeverijës, sepse nëse këtu rinë, thot letren aty, edhe kërkush të pengon, më në shmenej 3 vjetë, 4 vjetë. Po. Po na po rrim, ata njerëz që janë në këtë drejtim, këtë mendim, sikur që jeni edhe ne, ata reagojnë, edhe shohin gjanat, kur vojnë momenti mu mone e levizje, ata kanë me reagu. A pëtën? Po qëllë është mesazhi që ja ban njerëzve politikës, qeverijës? Njerëzve politikës, unë di shka me thonë, ata janë politikaj, ata duhet vetë mu marë mes veti, mu koordinu, ose mu marë vesh, mi bojë marrë veshë mes veti që me filmu punën si Kuvend. Se kjo u bo shumë 7 muaj pa Kuvend, kjo duket shumë
e pa logjikshme, apo don. Unë kisha mendu për mendimin tim gjëja më e mirë derisa këta nuk merren vesh me zveti, nuk bëjnë marrëveshje me zveti, më shkon zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhje të jashtëzakonshme. Po çfarë mesazhi ju kishte dhënë popullit? Popullit i kisha dhënë mesazh me hap syt ku i po japin votën radhën tjetër, se vota është shumë e shtrenjtë, edhe ajo po vendos domethënë për parlamentin e qeverinë e gjitha këto institucione shtetërore. Që mbi 30 ditë këtu, edhe kërkush s'ka ardhur prej deputetëve, prej ministrave, zavendës ministrave, ish ministrave, çfarë do që të thojmë, njerëz politikës, përgjithësi s'kan ardhur këtu më nale më të vetë, më fal çka e ka bën, ose Jo. policia nuk na kanë ngacmuar, se nuk na ngacmojnë. Jo më ju ngacmu, po më ju pyet, më interesu me marrë informacione çka e ka bën, çfarë proteste e ka bën. Se ti nëse ti e bën një protestë, edhe nuk vjen mas pari shteti me marrë masa më pyet çka e ka bën, atë shteti nuk është i informuar për këtë çështje. Tash na këtu jena. Do më thonë që një muj halos ka arë kërkush Po. as për shtetit, as për policisë, as prej deputetëve më të pyet çka është arsyeja e kësaj proteste. Na e kena marrë mas pari lejen për policisë me dalë këtu në mënyrë ligjore, Po. edhe policia na kanë thonë për çdo gjë që ndodh ndaj gjë, na jena në mbrojtjen e juaj, për shembull, thotë. Okej. Kush bën ndaj gjë, edhe asnjë gjë tjetër. Do më thonë, po shteti nuk është informu me dalë më të pyet në këshilltari ministrave, Po, kush ka? ose diçka më thonë, më falë çka i ku e bën. Jo, s'ka Se një askush. paknatësi e qytetari është i drejtë në shtetin e Kosovës, është e drejtë legjitime për me dalë me protestu në mënyrë paçore, me bë paknatësinë tone. Po do të më të pyet dikush për me pa çfarë paknatësi e ki. Po, për deri tash nuk ka ardhur kush. As kush s'ka ardhur, më pyet as mua, sa të shohim për momentin ai nuk ka këtu, veç vjen më vonë, po nuk ka ardhur kush. Kërkush s'ka. Ja. Kjo është pak e habitur e ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Deshta t'ja them edhe 2 fjalë njerëzve në mrena institucioneve shtetërore. Njerëzit protestojnë e juve nuk ju intereson. Ky është shteti jon. Ne duhet dalimi të marrim informacione për çdo lëvizje qytetarëve. Nëse jetoni për shtetin, punoni për popullin, jetoni me popullin. Atëherë duhet ta dim fat paknatësie është ka i brejt qytetarët tonë. Një protestë po zhvillohet jashta qeverisë tonë, edhe njerëzit mbrana qeverisë i bin për rrethi edhe kur njet nuk nalen që 30 ditë, mbi 30 ditë janë këto proteste dhe nuk nalet kërkush me pyet se çfarë është ka ndodhur me qytetarët. Ju të dashur më shërreni me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na.